Përshëndetje miq. Sa e lavdishme do të mund të ishte e sotmja dhe nesërmja jon, nëse nuk do të kishte qenë e djeshmja. Kështu mendonte edhe personazhi i historisë son. Një shkuar e dhimbshme e bënte të ardhmen e saj të mjegullt, duke mbajtur larg nga dashuria dhe gëzimi që dëshironte aq shumë. Kujtime të dhimbshme dhe plagë të thella ndikuan në çdo vendim që mori, duke mbajtur të prangosur në frikën dhe dështimet e saj. Por liria erdhi shpejt, kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lirë nga prangat. Miqtë e mi, po ndishni të lirë nga prangat, dramatizime që shpallin lajmin e mirë, prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell në gjuhën shqipe nga Radio 7. Sot për transmetim në gjuhën shqipe programi numër 18 i serisë Të lirë nga prangat. Program ky që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Do dëgjojmë më shumë për këtë vendim pas pak në Të lirë nga prangat. Vazhdoni të na ndiqni. Të thash jo, s'ke për të dalë sonte. Dole të martën dhe sonte nuk do të dalësh. Të lutem, gjyshe. E di që dola të martën, por sonte është diçka e veçantë. Festa është këtu afër, gjithë miqtë e mi do të shkojnë. Jo, dhe mbyllet tani. Ose do të rakeq. Më nën, të lutem, më nën, më lër të shkoj. Nuk do të dal fare javën tjetër, të premtoj. Do të vras. Unë të them jo, por ti nuk po më dëgjon. Eja këtu, jesi në jote. Vajzë e keqe, hape derën, po të kapa do të vras. Babai im shkoi të luftoj në luftën e dytë botërore, pa u martuar me nënën time. Dhe kur unë isha 1 vjeçe, ajo më la me prindrit e tij, ndërsa shkoi për të psonisur duke mos u kthyer më kurrë. Gjyshërit e mi kishin ardhur nga Italia dhe ata më morën nën kujdestari me pëlqimin e babait dhe mendimin e një punojësi social. Ha disa biskota, zonja Richmond. Janë shumë të mira, Jenny. E vogla Judy. Ha mirë dhe kjo duket. Nuk është merit e djalit tim. Ai ka gjithmonë probleme me gratë dhe me ligjin. Të paktën po ju ai lë kujdestarin për Judyn. Ai nuk do të kujdeset për të. Dhe nëna e saj është kot. A ka ardhur të takoj Judyn? Jo. Tash më ka kaluar një kohë gjatë që nuk është dukur. Sa i mirë që është. Burri im dhe unë dëshirojmë ta abjërsojmë Judyn. A do të ishte dakord? Do t'japim një shtëpi të mirë dhe shkollim të lartë. Jo, mos më fol më për këtë gjë. Judy është pjesë e familjes dhe ne do të arrisim si të ishte fëmia ynë. Nëse të nderohet mendja, të lutem na e thuaj. Burri im dhe unë duam që ti t'jesh kumbarja e Judyt. Kuptove? E doja shumë kumbarën time dhe bashortin e saj. Ata shpesh më merrin në shtëpinë e tyre në fundjavë dhe më blinin rroba të bukura dhe më thonin shpesh se isha shumë e bukur. Shtëpia e tyre ishte krejt ndryshe nga ajo e gjyshërve. Më vonë, mësova se dhe nëna ishte rritur nga gjyshja e saj dhe se grindjet e mëdha ishin të zakonshme në familjen e saj. Ndaj dhe ajo vazhdonte të ndiqte shembullin e familjes. Ajo përdorte rripin kur më ndëshkonte dhe kjo më bënte të terrorizuar. Por kur nuk më disiplinonte në pranitë të tjerëve. Ti je shumë e keqe. Ti më turpëron. Shko në dhomën tënde tani dhe mos i thuaj askujt se çfarë ndodh në këtë shtëpi. Morë vesh, do të vras fare nëse tregon. Nuk ka që duhet të tjerëve. Mu dëgjove? O Perëndi, si gjyshja është kaq e keqe me mua? Më fal o Zot që jam kaq e keqe. Të lutem, më ndihmo. Nuk di ç'të bëj. Unë të dua, Zot. Po ti më do? Pavarësisht nga shpërthimet e saj të zemërimit, unë dhe nëna kalonim shumë ditë lumtura. Si për shembull kur shkonim për vizitë te kushërit me makinë. Ajo më lejonte të vendosja kokën mbi prerjen e saj
dhe më ngushëllonte se pse së muresha gjithmonë rrugës. Shpesh ajo më lejonte të ndihmoja kur gatuante, teksa përgatiste bukën dhe biskota. Këto ishin kohëra shumë të veçanta, që unë do t'i ruaj gjithmonë si një thesar. Kur isha 17 vjeçe, u takova me Xherin dhe dolëm bashkë për një vit. Në ditëlindjen time të 19 në u fejuam. Ha Xheri, do të shkojmë shojmë mobiljet? Ti e di që Allmoli do të shkojnë në Arizona, dhe ata duan na japin disa gjëra. Ta thash një herë Gjudi, nuk dua të shkoj dhe të shoh ato lloj mobiljesh. Por këto gjëra na duhen kur të martohemi. Aq më tepër janë falas. Ne nuk mund blejmë asnjë gjë të re. Më ke pyetur 100 herë, nuk dua të shoh mobile të vjetra. Ha, eja tani. Nuk do të vënohemi, shkojmë vetëm sa t'i shohim. Thash jo. Më qëllove? Po si mundet ta bësh këtë? Më vjen keq. Ti mi ngritë nervat. Nuk dua të martohem me ty. Ja, merre unazën tënde. Çfarë ke që qanë? Ai më goditi, nën. Xheri më goditi. Thjesht sepse doja të shkonin për të parë mobiljet e Hallamolit. Ai nuk është gjë. Ta kam thënë Gjudi. Të kujtohet, ta kam thënë se ai nuk më pëlqen. Një burr që nuk të shën në sy nuk është i sinqert dhe përbën problem. Burri nuk e qëllon gruan. Është me rrezik kjo punë. Ja ktheva unazën dhe i thash se nuk do të martohesha me të. Shumë mirë. Shpresoj të harrosh. Është mirë që e zbulove këtë gjë tani përpara se të martoheshe. Ndryshe, do të kishe probleme. Nëse ai merr në telefon, nuk dua të flas me të. Pse nuk shkon për vizitë tek motra jote në Kaliforni? Është ide e mirë. Por mos i dëgjoj fjalët e saj për fen. Mirë? Një ditë më vonë, shkova me avion në Kaliforni, takoja Tinën. E thrisja motor, sepse gjyshërit më kishin adoptuar. Por në të vërtet, ajo ishte Halla, motra e babait tim. Nëna ka të drejtë, Gjudi. Më vjen mirë që e mësove tani që ai është abuzues. Më mirë tani se sa më vonë. U habita shumë, Tina. Ne kemi dalë bashkë për një vit e gjysmë, dhe ai kur nuk ka vepruar kështu. E po, Perëndia të ka shfaqur karakterin e atij personi. Ai mund të dërgoj dikë që të do dhe që kur nuk do të lëndoj. Shpresoj që t'jetë kështu si thua ti. Duhet ta njohësh Zotin, Gjudi. Më pas, Perëndia do të udhëheqë në çdo vendim që ti merr, duke përfshirë edhe me kë ti do të martohesh. Nuk dua të flas për këtë. Duhet të rilindesh, Gjudi. Duhet të shkosh në një kishë që mëson Biblën dhe pastaj fillo ta lexosh vetë Biblën. Tina, nëna më thatë mos diskutoja fare për fen me ty. Ti ke fen tënde dhe unë kam timen. Mirë, nuk do të flas më për këtë. Por Perëndia ka një plan për jetën tënde, Gjudi. Dhe unë lutem që ti të vendosësh besimin tënd tek Zoti, tek Jezusi, që të përjetosh këtë plan që ai ka për ty. Alo? A është Gjudi aty? Po. 1 minutë. Gjudi, është për ty. Alo? Ç'kemi Gjudi? Më vjen shumë keq për atë që bëra. Të lutem ktheu. Të betojmë që nuk do të godas më kurrë. Nuk e di, Xheri. Si mund të kem më besim tek ti? Të lutem, më fal shpirt. Ti e di që unë të dua dhe dua të martohem me ty. Mos lejo gabimet vogla të shkatrojnë jetën tona. Xheri telefonoi shumë herë gjatë 2 javëve që isha në Kaliforni, duke mu lutur që të kthehesha. Madje edhe nëna e tij morin telefon për të më thënë se ai qante gjithë ditën. Isha e pasigurt, por kur u ktheva në shtëpi, ai më bindi që të afroja ditën e martesës sonë. Por ndërsa dasma afrohej dhe ne bënim përgatitjet, ndihesha çdo ditë dhe më shumë e pasigurt. Çfarë do të thuash nuk ndihesh rehat? Nuk jam e sigurt se duhet martohem me të nën. Është pak si vonë tani, Gjudi. Jo, nuk është vonën. Ne nuk jemi martuar akoma. Fol me pastorin. Fola me të, por ai tha se të gjithë ndihen kështu para dasmës. Më tha se do të ndihesha mirë pasi ne të martohemi. Por unë kam shumë frikë, nuk dua të martohem me Xherin. Ti nuk do ta turpërosh këtë familje. Do ta çosh këtë gjë deri në fund. Kemi treguar ftesa dhe të gjithë të kanë dhënë dhurata. Mos e turpëro familjen. Dasma do të bëhet.
dhe unë u martova. Në fillim ja kaloni mirë dhe më pëlqente rregullimi i shtëpisë dhe gatimi për bashkëshortin. Gjëja më fantastike ishte se nuk kisha më nënën që më uluriste vazhdimisht, por duhet kisha dëgjuar zemrën time dhe të mos martohesha me Xherin, sepse jeta ime shumë shpejt u mbush me ankth dhe frikë. Sa herë unë nuk bie dakord me të, ose harroja të bëja diçka që ai kish kërkuar, ai zemroi shumë. Në fillim ai vetëm përtiste, por më pas filloi të më gjuante, më objekte dhe pastaj filloi të më hidhte mua sa ndek. Pse e bën këtë? Sepse ti je kaq budallaqe. Tani pastroje. Kur do të mësosh të më respektosh? Pse e kaq pa shpirt, Xheri? Sepse ti je shumë budallaqe. Ti nuk di të bësh asgjë. Mu hiq sysh. Xheri! Qohu, nuk je vrar, jo. Dhe dua këtë rëmuj të pastruar përpara se të kthehem. Ndërsa vitet kalonin, ne patëm 3 fëmijë, por Xheri nuk dukej shumë në shtëpi. Kur nuk punonte, dilte me miqtë e tij duke u argëtuar. Ai bleu një motor, një varg, armë, një kamion dhe shumë veshje të tjera perëndimore që nuk i vishte kurrë. E megjithatë, ai kurrë nuk ishte i lumtur. Po dal. Pse nuk rri në shtëpi për pak kohë? Po pse këmbët me zinxhir do t'i lidhun? Pastaj jeta është tepër e shkurtër dhe unë dua të kënaqem. Po unë. Edhe unë dua të kënaqem. Ti shpenzon gjitha parat për të bler lojra për veten tënde. Jam unë ai që i fitoj parat në këtë shtëpi. Nëse nuk të pëlqen, s'ke çfarë bën. Gjej një punë dhe siguro lekët e tua. Por mos më trego se çfarë mund të blej dhe çfarë nuk mund të blej me paratë e mia. Ne jetojmë në kohë të frikshme, por shumica prej nesh mund të shkojnë në shtëpi tona e të ndihet i sigurt. Por burra dhe gra të pastre nuk e kanë këtë privilegj. Kjo është arsyeja pse Pacific Garden Mission hapi një sektor për gratë më shumë se 60 vite më parë. Sot misioni strehon me qindra gra, përfshirë dhe fëmijë në shtëpinë e tij. Atje, ndërkohë që janë të mbrojtur dhe të vlerësuar, frika e tyre zbehet, ndërsa mësojnë aftësi dhe zakone të reja dhe e shohin veten e tyre me tjetër sy. Nëpërmjet këshillimit biblik dhe lutjes, nëpërmjet klasave dhe disiplinës personale, çdo grua mund të mësoj planin e Perëndis për jetën dhe familjen e saj. Disa gra vinë përkohësisht e qëndrojnë derisa kalojnë periudhën e krizës, ndërkohë që shumë të tjera hyjnë në programin biblik të misionit dhe i përkushtojnë jetën e tyre shërbesës së Perëndis. Në këtë mënyrë prezantohen me princin e paqes. Për të mësuar më shumë për këtë shërbes, vizitoni website-in ton radiovishtrat.net. Mundova t'i largoja flakët që po digjnin martesën tonë, duke shkuar me Xherin në përudhëtime dhe ndërkohë morëm një babysitter. Por fëmijët filluan të kenë probleme, sidomos djali ynë i madh, kështu që qëndrova në shtëpi me to. Më pas mora rrobat e palara dhe pastrova shtëpinë që t'i kisha të gjitha gjërat në rregull. Bashkëshorti im dhe unë u larguam çdo ditë më shumë nga njëri tjetri. Në ditët në vazhdim mora një vendim që do të kishte pasoja tragjike. Fillova të takohesha me një burr tjetër, që ishte i mirë dhe i këndshëm. Në fillim ishim thjesht miq, por pas një viti marrëdhënia jonë u bë imorale. Edhe ai ishte i martuar dhe të dy ndiheshin fajtor. Kisha shkuar në takimet e kishës që kur isha e vogël, edhe pse rezistoja shumicës ritualeve, e dija sa çfarë ishte gabuar. Ndjenja e fajt ishte kaq e madhe sa që fillova të bëhesha shumë emocionale, kështu që pas disa vitesh u ndava me to. Një ditë i telefonova një mikes time të vjetër, e cila më këshilloi. Alo? Ç'kemi Mary? Jam Xhudi. Si po shkojnë gjërat? Oh, shumë mirë. Po ti Xhudi si je? Shumë keq. Kam filluar të marr qetësues tani. A të ndihmoj të paktën? Po, por prap ndihem shumë e trishtuar. Xhudi, më duket gabim kjo lidhja jote me Xherin. Ti thua se asnjëherë ai nuk rri në shtëpi dhe ti nuk e ke ide se ç'po bën ai tani. Edhe ti meriton pak dashuri dhe lumturi. Është e sigurt se në martesën tonë nuk ka dashuri. Ndaj mos e ndëshko kaq shumë veten. Gjeje dashurinë aty ku ti mundesh. Unë pata një 2 marrëdhënie të tjera që nuk zjatën shumë, dhe më pas një marrëdhënie me dikë tjetër që zjati 4 vjet.
Ngela shtatzan 2 herë gjatë kësaj periudhe, por abortova. Ndjenja e fajt më ndiqte dhe ndjenja se e kisha shkatruar shpirtin tim. Jetoja me qetësues dhe më pas fillova të pi alkol. Kjo pati efekt edhe tek fëmijët e mi. Familja jonë kishte marrë tatpjetën dhe ne ishim duke ndjekur rrugën e shkatrimit. Gjeta një punë si shitse makinash dhe atje u takova me Dave. Shpesh ne drekonim së bashku. E di shumë mirë se çfarë po thua, Judy. Martesa ime ka marrë fund. Ne thjesht po qëndrojmë bashkë për hir të fëmijëve. Unë do t'ishe larguar vite më parë, por nuk e di nëse mund të rri pa fëmijët. Gruaja ime dëshiron që të gjithë të bëjnë si thot ajo. Ajo më trajton si të isha fëmijë. Ajo dhe bashkëshorti im do t'ishin një çift i përsosur. Një natë bashkëshorti im unë e vrikos kaq shumë, sa që më përplasi në mur. A e thire policin? Ja, fëmijët e mi janë tashmë të stresuar. Nuk dua ta thras policinë në shtëpi. Ah, sikur të kisha atakuar vite më parë. Oh, Dave, sa fjalë të ëmbla që thua. Është e vërtet, Judy. Jeta ime me ty do të ishte shumë më ndryshe. Ne filluam të takoheshim natën dhe të shpenzonim mbrëmjet në ndonjë bar apo thjesht duke udhëtuar me makinë. Një të shtunë mbrëmje, pasi kishim dalë bashkë për 4 muaj, u re se butonat e këmishës së tij ishin shqyer dhe se ai ishte mërzitur shumë. Çfarë të ka ndodhur, Dave? O grindëm përsëri. Jam aq i lodhur duke dëgjuar. Ajo fillon e flet se sa shumë punon në dyqanin e saj të bukurisë. Atëherë çfarë du të them unë që bëj 2 punë? Ajo do t'i marrë të gjitha paratë e mia, madje e dinte se do të dilja të pija edhe diçka me ty dhe më përzuri nga shtëpia. Mendon se e ka me gjithmonë? Nuk ka rëndësi. Unë nuk kthehem më. Judy, kam një mik që jeton në Florida dhe ai më tha se mund të gjej një punë më të mirë atje. A do të vish me mua? Po. Nuk e di, Dave. Nuk dua të tumbas, por kjo është kaq e papritur. E di, por unë të dua dhe do të mundohem të bëj të lumtur. Po fëmijët tanë? Nuk e di ende se çfarë do të ndodh me ta. Unë i dua fëmijët e mi. Por e di që edhe gruaja ime nuk do të dorëzohet kurrë. Përveç kësaj, nuk mund t'i marrim dot tani. Më e mira është që ata të qëndrojnë këtu derisa të stabilizohemi. Ne ndaluam tek shtëpia ime, ku unë shumë shpejt mora disa rrobe. Më pas shkova në dhomën e fëmijëve dhe i putha ndërsa i thash mirëpafshin teksa flinin. Ky ishte vendimi më i vështirë që kisha marrë deri atëherë. Por dëshira për t'u larguar nga ajo jetë mizore ishte akoma më e madhe. Kështu që u largova. Nga dhoma e motelit i telefonova bashkëshortit tim që sapo kisha ardhur në shtëpi. Çfarë do të bësh? Po të lë. Po ti nuk do të gjesh asnjë që mund të jetojë me ty. Gjeri, nuk duroj më abuzimin me fjalë, trahurat dhe gjërat që ti bën pa marrë parasysh mua dhe fëmijët. Unë nuk mund të jetoj dot kështu. Nëse largohesh tani, mos u kthe më kurrë. Nuk do të kthehem më. Dave, do të marr vajzën me vete. Nuk dua që Jerry të bëj keq kur është i nevrikosur. Dakor, të kuptoj. Mëngjesin tjetër, mora në telefon vajzën dhe ajo ra dakord të vinte me mua. Kështu që ne lam të takoheshim. Ajo dhe Dave u misuan me një herë. Pas një viti, unë mora të drejtën të kujdesesha për djalin ton të vogël. Por Dave nuk mori asnjë nga fëmijët e tij. Ai vit ishte mbushur plot me sfidat e divorcit. Por jeta me Dave ishte gëzim në krahasim me jetën e tmerrshme që kisha kaluar më parë. Problemet e mia të shëndetit u përkeqësuan. Doktorët mendonin se ndërhyrja kirurgjikale do ta përkeqësonte problemin. Kështu që do më duhej të jetoja me problemin. U ula në gjuhë një mëngjes dhe i thira Zotit. Të lutem Perëndi. Kam dëgjuar se sa shumë ti i do njerëzit. Të lutem më shëro. Ashtu si gruaja në Bibël që preku rrobën e Jezusit, unë isha e dëshpëruar. Një vit më vonë, ne shkuam në Chicago. Një ditë ne shkuam të ndihmonim gjyshen dhe motra ime kishte ardhur për vizitë. Ndërsa unë dhe Tina po pastronim dhomën, ajo komentoi mbisjelljen time. Ndihem shumë keq, Tina.
Ndonjëherë uroj të vdes. Nuk ja vlen të jetosh këtë jetë. Pse e thua këtë? Kemi shumë probleme me fëmijët. Dhe Dave po pi çdo ditë më shumë. Ka mendime të tmerrshme për të vrarë veten. Ndaj dhe pi ilaçe për të qetësuar. Por edhe atëherë jam si empir. Jeta është kaq e shëmtuar. Jam shumë e lodhur, duke luftuar një betejë të humbur. Gjudi, ti e ke ignoruar Perëndin për vite me radhë. Zoti të do, dhe ai dëshiron ta pranosh Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tënd personal. Ai do t'jap ty një jetë e re. Sa do të më pëlqente ta besoja këtë që po thua. Bibla thot, sepse Perëndia kaq shumë e deshi botën, sa që dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë përjetshme. Nuk ka dashuri më të madhe se kjo, Gjudi. Nëse ja jep jetën tënde Zotit, ti do të qesh paqe. A do të pëlqente të kishe paqe? Sigurisht, Tina, por kam shumë frikë. Po si kur të mos funksionoj dhe Dave të nevrikoset? Ma tha një herë të mos bëjmë kaq fetare sa je ti, por ndryshe do të më braktiste. Zoti premton se ai kur nuk do të lërë dhe kur nuk do të braktis. Nuk ka rëndësi se çfarë të ndodh ty. Ki besim tek Zoti. Nuk e di. Zoti të do ty, edhe Dave gjithashtu. Por Dave duhet ta marrë vetë këtë vendim. Tani është radha jote. Ti duhet ta vendosësh besimin tënd tek vepra e përfunduar e Jezu Krishtit, dhe ai do të kujdeset për të tjerat. Ai vdiq në kryq për ju. Ti nuk e di se sa keq kam qenë, Tina. Kam bërë 2 aborte. Trupin tim ja dhash mëkatit. Kam bërë shumë gjëra të këqija. Shpirti im është i humbur. Perëndia nuk mund të më fal. Kurr. Gjudi, Jezusi i do mëkatarët. Por ai urren mëkatin. Ai vdiq për mëkatet e tua, mëkatet e mia dhe për mëkatet e të gjithë botës. Ai vdiq për ne sepse ai na do. Perëndia lejoi që Jezusi të bëjë mëkat për ne, edhe pse ai nuk ishte mëkatuar kurrë. Jezusi të do ty, ai do të falë ty, dhe ti kurrë nuk do ta kesh më ndjenjën e fajit. Oh, sa shumë kam nevojë për këtë gjë. Hapje zemrën tani Zotit, Gjudi. Perëndia filloi të punonte në familjen tonë. Dave pa ndryshimin tek unë dhe brenda vitit u shpëtua dhe ndaloi alkoolin. Vajza jon dhe djali pranuan Krishtin dhe familja jon vërtet ndryshoi. Fëmijët e Dave dhe djali ynë i madh ishin indiferent ndaj nesh, ndaj dhe ne me lutje kërkuam Perëndin të punonte në zemrat e tyre, ndërsa mundoheshim t'i afroheshim. Më pas, Perëndia filloi të shfaqi dërimin që kishte zënë vend në zemrën time kundrejt gjyshes, e cila ishte diagnostifikuar me një sëmundje të trurit. Kisha zgjedhur të mos e doja, kështu që i kërkova Perëndis të më tregonte se si ta doja. Më pak se një vit më vonë, Perëndia ju përgjigj lutjes sime. Alo? Gjudi, jam unë nëna. Si jeni andej? Ne jemi mirë, nën. Po ti? Kam shumë frikë, Gjudi. Duhet të flas me ty. Tina po shkon në Kaliforni të jetoj me fëmijët e saj. Kam nevojë për ty, Gjudi. Të lutem eja këtu dhe kujdesu për mua. Nuk dua të përfundoj në asil. Dua të rri në shtëpinë time, Gjudi. E di që je një vajzë e mirë e krishterë. Të lutem eja, kam frikë të jam vetëm. A vjen këtu të kujdesesh për mua? Eja këtu. Mire? Nën, do flas me Dave dhe ne do të lutemi për këtë. Nuk do të lëm vetëm, mos ki frikë. Për shkak të kujtimeve të këqija gjatë fëmijërisë time, nuk doja të jetoja më të. Por Dave më tha të lutesha për këtë. I thira Perëndis duke shpresuar për një zgjidhje tjetër. Por duke lexuar Biblën, një ditë tek letra e parë drejtuar Timoteut, unë pash përgjegjësinë për të kujdesur për vejushat. Vargu 8 më bëri shumë përshtypje, ku thoshte: por nëse dikush nuk kujdeset për të vetët dhe për më tepër për ata të shtëpisë, ai e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një jo besimtar. A ke vendosur se çfarë do të bësh me gjyshen?
Perëndia më tregoi se është detyra ime të kujdesem për të. Ai po depërton tek hidhërimi im. E di që ndjenjat e mia të këqija mund të më pengojnë Dave. Nuk e di nëse mund t'ja dal. Megjithatë, do të mundohem. Unë e di që ti do t'ja dalësh zemër, sepse Zoti do t'jetë me ty. Një muaj më vonë ne shkuam të jetoni me gjyshen për të kujdesur për të. Për afro një vit, unë mundova shumë të isha i mirë me të. Por atë po e linte mendja dhe të merresha me të u bë gjithnjë më keq, ndërsa ditët kalonin. Rrallë herë ajo fliste fjali me kuptim. Një mëngjes situata u bë shumë shqetësuese dhe unë fillova ta urrej. Ti po më çmend. Nuk mund të duroj më. Pse më e bër ferr? Judy, pse je kaq e ashpër me mua? Mendoja se ishe e krishter. Nuk e kuptoj pse sillesh kështu me mua. O, nën, më vjen keq që të shtyva. Nuk doja. Të lutem, më fal. Më fal. Më vjen shumë keq. Mos u mërzit shpirt. Gjithçka është mirë tani. Këto ishin fjalët e fundit me kuptim që unë dëgjova nga ajo. Ndërsa ajo më fërkoi kokën, e dija që Perëndia më fali. Gjithashtu dhe nëna. Perëndia shkatroi rrënjën e hidhërimit dhe më dha dashuri për të që nuk mund ta kisha imagjinuar kurrë më parë. Kur ajo vdiq një vit më vonë, më mori shumë malli. Në Bibël, tek Isaia kapitulli 43, vargjet 18 dhe 19 thot: Mos kujtoni më gjërat e kaluara, mos shqyrtoni më gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re, ajo do të lëshoj deg. Nuk do ta njihni ju? Po. Do të hap një rrugë në përshkret tir, do të bëj që lumejt të rrjedhin në vende të vetmuara. Perëndia na mësoi diçka shumë të rëndësishme rreth faljes. Ashtu si Perëndia na ka falur ne, ashtu dhe ne duhet i falim të tjerët. Biblia thot tek 2 Korintasit kapitulli 5 dhe vargu 17. Prandaj nëse ndokush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Ky premtim miqtë mi është për ju, për të gjithë ju që po na dëgjoni. Jezusi do t'ju çlirojë nga çfarëdo lloj errësire, nga e kaluara që të mbanë pranga. Gjithçka duhet të bëni është taftoni në zemrën tuaj dhe në jetën tuaj dhe të zbuloni gëzimin e shpëtimit. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi të rëndësishëm, na shkruani në Radio 7, kutija postare 2914 Tiranë, ose me email info@radiovis7.net. Miqtë e mi, faleminderit që na ndoqët edhe sot dhe mos e mbani të lirë nga prangat sekret. Tregojuni edhe të tjerëve kur dhe si mund na dëgjojnë. Dhe jeni një bekim për këtë radio duke i thënë se vlerësoni transmetimin e këtij programi. Ndoqët programi numër 18 në gjuhën shqipe, historia e vërtetë e Judy Baker. Të lirë nga prangat u prodhua në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe u soll në gjuhën shqipe nga Radio 7 për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Nëse jeni bekuar sot nga ky program, mos harroni të na shkruani. I vlerësojmë shumë letrat dhe emailët tuaja. Deri herën e ardhshme bashkë miru dëgjofshim.